ka një aspekt vërtet kjo, pse do votosh ti një parti që sui qeverisje, po ashtu ka disa njerëz që votojnë që me disa parime caktuara nuk hynë qeverisje. Me një parti caktuar me cilë nuk mund bashkëpunosh nuk hynë qeverisje. Me një parti caktuar cila të ton si pas parimeve që ka LDK-ja, ose si pas asaj letër lakmuesi që ka LDK-ja, thot që kjo parti është anti-amerikane, nuk hynë në koalicion. LDK ishte kundërshtuese edhe ndaj PDK-s, edhe ndaj vendosjes. Pra, një farforme krijoi atë narracionin që pa dalë ne partia e parë nuk hyjmë në qeveri. Kështu ne kam kuptuar për deklaratave të fushatës kaluar. Megjithatë, është dallimi që tash është ndodhur, shkaku se votuesit e LDK-s, për shembull të më thuash për votuesit e vetvendosjes në të kaluarën, u patërmësu që vetvendosja nuk hynën në qeveri me zotin Thaçi. Dhe e votonin vetvendosjen me atë përshtypje. Ndërsa të LDK-ja, votuesit e LDK-s për një periudhë të gjatë shkaku i proceseve, siç edhe gjithmonë e thoshte LDK-ja, u patën mësuar që do të jem pjesë e pushtetit. Dhe kësaj radhe, zoti Abdi Xhiku tha se jo, unë s'do të jem. Nuk e di sa kjo mund ka përdjetet nga ana e këtij lloji elektorati. Ama kjo mund konsiderohet si vlerë. Absolutisht. Jo, po mendoj, jo. Është vlerë. Në një aspekt. Po bëj analizën e zgjedhjeve dhe të elektorateve se si ka rrjedhur. Ata thanë që as po hyjmë me pozitën, sepse ne po bëjmë qeveri se si kemi mjaftueshëm numrat, dhe thanë madje ishte shumë kreative ajo. Në fakt në këto zgjedhje në periudhën që pasoi mas zgjedhjes, ideja më kreative dhe më mirë për dalë nga kriza ishte LDK-s, për qeveri uniteti. Jo, unë mendoj që kjo ishte ideja më absurde, pse dalim në zgjedhje dhe votojmë ata të cilë duam që t'jenë në qeveri, mund t'jenë gjithë bashkë. Atëherë, me këtë logjik, s'ka nevojë hiç me, edhe pse me u kriju krejt ato animozitete edhe kundërshti, kur që po më i kanë... Ata e konsideruan si një moment politik që duhet ndodhë, po sa ishte e mushme të ndodhë, për shkak polizimit, kjo pastaj... Më falë, zoti Pozhari. Mund të ketë kuptim për zgjedhje atë. Dy rrugë ishte. Ose shkojmë në zgjedhje, ku jemi... Do ta marrim simin se cilë. Se nuk po japim mendim për se na qash më mirë. Ju e jep një rregull dhe keni drejtën tuaj, po them që këtu s'kishte zgjidhje që si medal ndryshe. Po brevi që zoti Borzuli tash të mendimin personal na këtu thirrën për me jap, se unë s'mund me jap mendimin e dikujt tjetër. E di, edhe e kemi rënë dakord për këtë edhe jashtë studios edhe brenda studios edhe pajtohemi. Po çfarë po thoja që në diskutim ishim për çështjen se cilat ishin alternativat e daljes nga kriza. Më kupton? Si ishim te ideja cila ishte më mirë. Apo jemi këtë kjo edhe LDK-ja e dha opsionin e vet. Kështu që kjo i bën dhe zotit Abdi Xhiku dhe partisë tij, sepse dha një ide si me dal nga kriza, po që nuk shkojnë, nuk ra dakord edhe të në zgjedhje. Profesor, pastaj, sepse partitë politike marrin pjesë, ose bëjnë aktivitetin e tyre politike dhe marrin pjesë në zgjedhje që të fitojnë pushtet. Mund të merret... Pushtet mund të fitosh, pushteti është një gjë ashtu, për shembull vetëvendosja ka humbur shumë herë zgjedhje edhe ka ardhur radha vetë me marr pushtet, duke humbur, duke u rritur. Që pushtet mund fitosh në mënyra ndryshme. Jo, ne vetëm se e kundërshtoj këtë ide, sepse LDK-ja kishte mundësinë të jenë pjesë e qeverisë, kishte ftesë, pa pas nevojë as për PDK-n, as për dikë tjetër